Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Sofia dhe sot po fillojmë një vlog të ri. Ky do të jetë një nga vloget që do të përmbajë më shumë emocione edhe më shumë ndjesi, sepse është një nga hapat më të rëndësishëm që unë kam bërë deri tani. Mbaj mend para disa muajsh ku isha po në këtë studio edhe ju tregova për fillimin tim të ri. Ju tregova studion edhe gjitha, por asnjëherë nuk e kisha menduar që dita për t'u larguar do të vinte kaq shpejt. Ndjem në një mix emocionesh, nuk di se çfarë të shpreh më parë. Siç e shikoni, kam ndryshuar edhe flokët, sepse më duket sikur nevojitet edhe një ndryshim tek pamja ime, sepse do të filloj një kapitull i ri, një kapitull që nuk e di se çfarë më pret. Thjesht kam vendosur që ta marr këtë hap. Do thoni ju nuk është ndonjë hap shumë i madh, sepse fundja thjesht po ndryshon qytetin, por për dikë si unë që gjithë jetën ka qëndruar afër prindërve, pra në të njëjtin qytet, edhe nuk jam larguar asnjëherë, është pak ndjesie e çuditshme. Pra, gjithmonë e kam menduar që do të largohem një ditë, por asnjëherë nuk e kam ditur se si do të ndihesha ditën që do largohesha. Këto 2 ditë të fundit kam paketuar gjërat, edhe nuk e di, ndjem shumë çuditshëm, nuk di si ta shpreh, thjesht më duket vendi si bosh tani. Nuk e di se si do të përshtatem, është një qytet i ri, qytet i madh. Këtu në Korçë jam mësuar që t'i kem të gjitha afër, t'i kem të gjitha nën kontroll, ndërkohë që aty më duket sikur nuk do kem asgjë nën kontroll, por thjesht duhet të filloj dhe të mësohem. Nuk e di. Nuk e di se si do jetë, nuk e di se si do shkoj, por shpresoj më të mirën, edhe nuk e keni idenë se sa herë jam përlotur këto ditë. Kam qenë vërtet shumë e ngarkuar. Dhe shkoja për ta lënë shtëpinë që kam jetuar kaq shumë vite, dhe shkoja për të përballur me diçka të re. Nga njëra anë jam shumë e gëzuar, sepse gjithmonë fillimet e reja janë të bukura, edhe pse janë sfiduese. Nga ana tjetër, shoh mamin e cila është gjithkohë e prekur, vjen, shikon këto valixhet këtu. Madje më tha mos merr dhe shumë, tha se ndoshta kthehesh, ndoshta ndryshon mendje. Pra, ajo akoma nuk e ka pranuar faktin që unë po iki, dhe me shumë mundësi, më thënë, normalisht që pritet që të mos kthehem më dhe të qëndroj aty, të sistemohem aty dhe të gjitha këto. Është hera e parë që flas në mikrofon. I kam bler këto, kam goxha kohë dhe nuk i kisha përdorur, po mendoj se tani do t'i përdor më shpesh, edhe kështu pra, do t'ikim, do të shpërngulemi, do të shkojmë në Tiranë. Jam munduar shumë për të gjetur shtëpi, çmimet janë vërtet shumë të larta, dhe më në fund gjeta diçka të përshtatshme. Besoj se për 2 ditë do shkoj që ta shoh nga afër, edhe ndoshta pastaj do të fillojmë sistemimin e shtëpisë, do t'ju tregoj të gjitha çfarë do të bëjmë. Kam bler gjëra të reja normalisht. Edhe kam shumë punë, sidomos kjo java do jetë vërtet shumë e ngarkuar, por le të jemi pozitiv, edhe le të shohim se çfarë do të na sjell Tirana, si do të përshtatemi, do ta ndaj çdo hap me ju, prandaj ky është kapitull i ri, dhe për këtë arsye unë kam vendosur që të dokumentoj pothuajse gjithçka. Do jemi shumë aktiv në YouTube. Shpresoj 2 herë në javë, pra do bëj të pamundurin që të dalin 2 vloge në javë, dhe të ndaj me ju çdo ndjesi, çdo emocion. Tani do vazhdoj të paketoj edhe gjërat e fundit. Kam për të bërë dhe disa xhirime të fundit, edhe jemi gati. Kështu. Kjo është e gjitha ajo që doja t'ju thoja. Këtu është bërë një rëmujë shumë e madhe.
kam vendosur që të marr thjesht rrobat e verës, sepse nëse do t'i merra të gjitha, do ishte pothuajse e pamundur. Edhe kaq që nuk e di se si do t'i marr, sepse deri tani është valigje e madhe, është valigje e vogël. Kam një çantë me kpucë, verore. Është një çantë me të gjitha çantat, jo, sepse më shumë se gjysmat i kam lënë këtu, edhe nuk kam ndërmend që t'i marr. Dhe kam bërë dhe blerje normalisht, këtu kam tenxheret, kam bërë një set me tenxhere, sepse normalisht duheshin. Që kam edhe mbajtëset e syzeve, të parfumeve. Dhe tani ndërkohë jam duke mbyllur valigjen e madhe, do të vendos edhe porosin që më ka ardhur dje. Kam marrë disa sete me pijama, me temu, ja u kam thënë dhe në videon e kaluar, që po prisja të më vinë, dhe normalisht shapka të thjeshta, zezë, bardha. Do i vendos edhe këto të gjitha dhe besoj se pastaj më ngelen thjesht detajet e fundit që nuk i kam futur brenda tek çanta e shpinës. Do ta mbush komplet çantën e shpinës me make-upet, me gjitha këto që nuk i kam marrë akoma. Nuk e keni idenë se sa jam lodhur vërtet shumë, edhe imagjino dhe dje nuk kam fjetur fare, sepse thjesht fillova të mendoja se çfarë më mungon, çfarë kam për të blerë tjetër, edhe ngela gjithë natën duke menduar. Nuk e dia ju ndodh ju, po është ai momenti ku fillon mendon pa pushim, edhe thjesht mendja jote nuk të dëgjon dhe të ndaloj, por thjesht vazhdon mendon, edhe arrin në disa pika pastaj që thjesht u mund të flesh ma. Thjesht kam fjetur 3 orë, thjesht u çova, bëra një dush, tash të mbyll të punët që kam për të mbyllur, se më vonë nuk i dihet, nuk do kem kohë, edhe jem në lëvizje, sidomos ditët e para, që duhet pastroj të gjithë shtëpinë, edhe nice, se zeta shumë. Mirëmëngjes nga dita tjetër, unë sapo kam marrë të gjitha gjërat, i kam futur në makinë, dhe tani është koha që të largohem nga Korça. Jam pak e mërzitur, them të drejtën, sepse mami ishte prekur shumë për qante, edhe e mbajta shumë veten që të mos qaja dhe unë, sepse e di që në qoftë se do qaja ose në qoftë se do prekesha, do bëhesh akoma më keq, edhe ndoshta do fillonte dhe babi, kështu që është pak e vështirë, normal, se si që thash edhe në fillim të videos, unë nuk jam larguar asnjëherë larg prindërve për shumë kohë, maksimumi 1 muaj ose 2 muaj kam qenë larg, ose ku kam qenë në shtëpi më vete, kam qenë afër përsëri në të njëjtit qytet. Ndërkohë që tani do jem në një qytet tjetër, është pak më larg, edhe ndoshta kjo gjë do jetë pak më e vështirë. Tani do nisemi, edhe shpresoj të mos jetë shumë vap, megjithatë dihet që do jetë vap, sepse vap është shumë edhe këtu në Korçë, edhe që është akoma mëngjes të mendosh. Po të përfundojmë këtë punë, të shkojmë tek shtëpia, do t'ju tregoj më shumë kur të rali aty, edhe do të shihemi pak më vonë. Shtëpia, kam sjell të gjitha gjërat që mora nga Korça. Në momentin jemi pak rëmuj, po fillimisht mendova të pastroj të paktën pjesën e rafteve, dollapeve. Të gjitha janë të reja, po gjithsesi dua një pastrim. Dhe pas t'i pastroj të gjitha, të sistemoj veshjet si fillim, pra këto sendet personale, edhe më pas të fillojmë dhe këto pastrimet e tjera.
Shtëpia shumë e bukur, më pëlqeu shumë. Është e vogël, po ka dritë mjaftueshme, ashtu siç unë e preferoj. Dhe është goxha komode, e rehatshme, është një zonë shumë e mirë. Kështu që tani do t'ja tregoj pak shtëpinë kështu siç është, edhe pse është pak rëmuj. Dhe do të nduhet të iki, sepse do të marr edhe disa gjëra të tjera. Dhe hapasap më pas bashkë me ju do sistemohemi. Edhe po jemi gati për të filluar. Këtu në Tiranë është shumë vak, shumë vak. Po do bëjmë si do bëjmë tani, që bëjmë. Atëre, këtu është hyrja. Fillimisht kemi këtë këtu për të vendosur këpucët. Ishte kështu me rafte, goxha praktike. Kjo është pjesa e kuzhinës, frigoriferi, soba, të gjitha me detaje. Këtu kemi tavolinën. Dhe kjo është pjesa e dhomës së ndenjes. Pa filmoj pak kështu, që ta shihni më mirë. Ja pra. Kjo është pjesa e dhomës kryesore, pra dhoma e ndenjes dhe kuzhina. Ndërkohë që këtu kemi dhomën e gjumit, edhe kjo kishte një ndryshim shumë të mirë. Janë gjitha të reja, siç e shikoni, komodinat, dollapi aty. Dhe kemi dhe një pasqyrë këtu, por aty po mendoj të vendos dhe një pasqyrë tjetër, pak më të madhe për pjesën e outfiteve. Tani do të fillojmë të sistemojmë. Është goxha rëmuj për momentin. Këtu janë gjitha gjërat e mia, mora dhe arushin e vete. Edhe kështu. Tani do shkoj të marr disa gjëra të tjera që mungojnë. Pastaj, siç ju thash, do vazhdojmë me hapat edhe do më shoqëroni avash në të gjithë procesin e sistemimit. Shpirt! Mos e filmoj Linë, mos e filmoj, se s'del në kamera i Linë. Haj, shtype tash. Hyr brenda shpejt. Shtype 5. Shtype numrin 5. Shtype numrin 5, Ailin. Dhuratën. Çfarë është ajo? Çfarë është ajo, Ailin? Makinë? Pëlqen? Oj, të vdesëm për ty. Do ja hapësh? Do hapësh? Si jam pak rëmur? Është e fort? Hape. Të pëlqen? Është si që doje? Ha, e montuat? Dronin. Harova t'ju tregoj edhe tualetin, këtu kemi lavatriçen. Edhe kjo është pjesa më e veçantë. Si është kjo? Pëlqen? Pëlqen me dritë? Edhe pjesa e dushit, kjo këtu. Pëlqen me dritë? Mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë sapo jam zgjuar. Ora është 8 e mëngjesit. Edhe dje kemi kaluar natën tek shtëpia e vjetër, pra shtëpia që kemi qëndruar më përpara. Ndërkohë që sot do shkojmë tek shtëpia e re. Jam pak e çorientuar sepse nuk e di nga do t'ja nis. Mendoj që t'ja nis nga dhoma e gjumit fillimisht, të sistemoj pak rrobat, të shtroj çarçafët, krevatin, gjitha këto. Edhe në pas të vazhdojmë me të tjerat, pak nga pak, dhe me thënë. Kuzhina ka më shumë punë normalisht, sepse duen larë të gjitha dhe njëherë, duen sistemuar të gjitha dhe njëherë. Megjithatë unë do t'ju marrë me vete në çdo hap, edhe do t'i bëjmë të gjitha pak nga pak, derisa të arrim rezultatin. Dhe kështu, si që thash është ora 8, po është shumë vap, nuk e keni iden se sa vap që është. Pasur disa ndjesi të çuditshme, më duket sikur thjesht do qëndroj disa ditë edhe do të largohem, pra sikur kam ardhur për pushime ose sikur kam ardhur përkohësisht. Nuk jam mësuar akoma me idenë që unë do jetoj këtu, edhe kjo do jetë shtëpia ime e re, edhe
do kryoj një rutinë të re. Thjesht është ajo ideja, ndoshta janë ditët e para. Nuk e di, më tregoni dhe ju nga eksperienca juaj se si jeni ndjerë ditët e para kur jeni shpërngulur, po unë thjesht kam këtë ndjesinë që okej, ta bëj dhe këtë të tiki, por në fakt unë kam ardhur për të qëndruar edhe thjesht do shikoj jetën në këtë qytet të ri, kështu që kam qenë orën 8, jam zgjuar në orën 8 dhe kam qenë orën 8 që nuk kam bërë asgjë akoma. Shkuam diku, kishim një intervistë pune, mbaruam punë atje, edhe na ka nikur më shumë se një orë gjysmë vetëm në trafik, dhe nuk e kuptoj se si ikën dita këtu. Nuk e kuptoj. Tani po e kuptoj se si ikën dita këtu më sakt, edhe është goxha e lodhshme, sepse distancat janë të largëta, duhet të shkosh këtu, duhet të shkosh aty dhe të harxhosh shumë kohë. Gjithsesi, po e marr me qetësi, po mundojmë që ta marr me qetësi. Tani do shkojmë pak në Tek, sepse duhet të marr të bëj disa pazare shpejt, gjërat që mungojnë, sidomos këto detergjentët, të vendos lavatriçe, të filloj të pastroj, sepse duhet të sistemoj rroba dhe më pas të merrem vetëm me kuzhinën. Kështu me pak fjalë na ka nikur më shumë se 2 orë në trafik. Edhe jemi lodhur pak. Gjithsesi tani avash do shohim.